pozicionit. Ka të pëmdu këta. Të ndëruar përfaqësues të medjave, pas mbledhjes së kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, e kam ftuar këtë konferencë që të flasim në lidhje me procesin që sapo përfundoi. Të dielën Kosova foli dhe mesazhi i qytetarëve ishte i qartë. PDK është modeli më i mirë i qeverisjes lokale në Kosovë. Këto ishin zgjedhjet e dyta lokale me radhë, në të cilat Partia Demokratike e Kosovës ka dalë fituese, duke marrë besimin qytetar dhe numrin më të madh të asamblezëve, ndërsa kësaj radhe edhe votën popullore. Kjo është një fitore e qytetarëve, e përgjegjësisë dhe punës konkrete që PDK ka dëshmuar me kandidatët e saj anën banë Kosovës e veçanërisht në komunat ku kemi qeverisë. Të dielën kemi marrë mbi 180.000 vota si parti dhe jemi partia e vetme me rritje të votës popullore në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021. Por kemi edhe mbi 200.000 vota për kandidatët tanë për kryetar, që vërtet tregon për mbështetjen e madhe të qytetarëve të Kosovës për kandidatët tonë gjithandej vendit. Siç e dini tashmë në 3 komuna, në Ferizaj, në Skenderaj dhe në Hënë të Lezit, kemi fituar pa balotazh qartë dhe bindshëm, ndërkaq në 6 të tjera, në Prizren, Mitrovic, Vushtrrik, Kaçanik, Klin dhe Dragash garojmë për fitoren në raundin e dytë. Po ashtu edhe në Prishtinë, pas më shumë se 2 dekadave, jemi kthyer në një forcë kryesore politike. Kemi marrë rreth 29.000 vota për kandidatin tonë për kryetar, mbi 10.000 më shumë se para 4 vitesh, ndërsa kemi dalë forca e dytë më e madhe politike në një garë të paparabartë kundër kandidatëve të nivelit qendror dhe të nivelit lokal. Kjo pra është një fitore që dëshmon rritje, organizim dhe besim, dhe tani ne do të përqendrohemi tek balotazhet. Ta përfundojmë punën me dinitet dhe me fitore në 6 komunat ku garojmë. Dhe unë jam i bindur që me vendosmërinë e treguar deri më tash dhe punën që na pret do të dalim fitimtar. Të nderuar gazetar, asnjëra parti politike në këtë proces e as ne si PDK nuk e arritëm objektivat e plota në këtë garë zgjedhore. Natyrisht, na la një shije të hidhur humbja në Drenas. Ishte përsëritje e situatës e para 4 viteve, kur elektorati ynë u nda në 2 tabore, por këtë herë kundër kandidatit PDK-s e mori besimin e qytetarëve. Kryetari i zgjedhur ja uroi fitoren dhe shpresoj se do të punoj në të mirën e qytetarëve të komunës. Më vjen keq që edhe në këtë garë lokale qytetarët e Drenasit u vendosën në një pozitë të vështirë nga konfuzioni fushatës së kandidatëve, por besoj shumë që lojaliteti, besimi, mbështetja e përhershme për Partinë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet nacionale do të vazhdojë. Të nderuar gazetar, ky rezultat dhe këto fitore janë merita të çdo kandidati, çdo dege, çdo aktivisti, çdo zyrtari, çdo antari të Partisë Demokratike të Kosovës që kanë punuar me nder, besim e energji të jashtëzakonshme. Kjo është fitore përbashkët e familjes sonë politike dhe është dëshmi e qëndrueshmërisë, e besimit dhe vlerave tona. Në fund, dua të shpreh dedikimin tim të sinqert për themeluesit e PDK-s, për ish-kryetarët tanë Hashim Thaqin e Kadri Veselin, të cilët padrejtisht ende po mbahen Hag, sepse ata janë pjesë e frymës fitore sonë, dhe me këtë rast ftoj bashkëqytetarët tanë dhe shqiptarët kudo që janë, që të marrin pjesë në protestën në mbështetje të çlirimtarëve dhe kërkesën për drejtësi që mbahet pas nesër në Tiranë. Faleminderit të gjithë atyre që kanë votuar dhe që na kanë bosuar, dhe me besimin për sukses për gjithë kandidatët tonë në raundin e dytë të fitores së madhe, unë i siguroj gjithë anëtarët tonë se do të bëjmë maksimumin për të qenë Partia Demokratike e Kosovës përsëri edhe në balotazh fituese. Urdhëroj. E përmendet një shije të tjetër që okazioni për Drenasit, i kam dy pyetje për këtë rast. E para, a konsideroni që ka qenë gabim i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës që nuk e ka rikandidu zotin Vllaldrovci për Drenas, duke qenë se llai fitoi, edhe e dyta ka paralajmëruar zotin Vllaldrovci që sot në 6:30 ka më shku në
zyret e PDK-s, a e mirë pritni që është marrëdhënia juaj dhe me taftash? E para, vendimet që i merr një parti politike bazohen në statut, në rregulla të cilat secila parti i meraton për veti. Dhe ne kemi marrë vendime të tilla për secilin kandidat. Nuk kemi fituar gjithkund, kështu që pyetja e njëjtë mundet më ushtru për çdo komunë ku ne s'kemi fituar. Unë besoj që rëndësishëm është rezultati final, dhe në rezultatin final del që Partia Demokratike e Kosovës aktualisht prim, sepse vota për asamblet ka përfundu, ne jemi të parët dhe për mua është shumë e rëndësishme kjo, sidomos në kontekstin aktual politik kur presim që të kemi zgjedhje parlamentare sipas gjitha gjasave para vitit të ri. Kjo e para. E dyta, me sa kam kuptuar, zoti Lladrovci do të kthehet te zyret që ka qenë më herët, po zyret e Partisë Demokratike të Kosovës janë aty ku është kryesia legjitime e saj. Unë mendoj që gara atje ka përfundu, fokusi jonë është në balotazh, normalisht që do ta trajtojmë si situatë pasi që të përfundon ky proces zgjedhor, sepse në fundit për gjithë neve më e rëndësishme është qytetari i Drenasit se sa individët apo ambicet të kujt do të shufshin. Urdhra. Po më nejtë mos përzina Valmir, urdhra. Unë jam kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, unë udhëheq i Partinë Demokratike të Kosovës edhe në fitore, edhe në rezultate, edhe aty ku nuk i realizojmë parashikimet dhe objektivat. Po kjo pyetje mundet me u bë ta nxorrim edhe për po them për shtime, ku kam pas shumë besim që kemi hyrë në balotazh. Nuk ka ndodhur ashtu. Po duhet të thonë unë juve ju kuptoj që domethënë Drenasit po jap një rëndësi tepër të madhe, ka arsye për mua shumë i rëndësishëm, ashtu që është secila votë, secila komunë. Para 4 vite që kemi humbë shtimen për herë të parë. Ka qenë dhëmsh me dorën zemër. Por këtë herë nuk më të merri këtu. Ama në Drenas ka tjetër situatë. Para 4 vite që kemi pas identike situatën, vetëm rolet kanë qenë ndryshme. Kemi fitu si PDK, ka pas atje në nivelin lokal mes dy, si me thonë, grupeve që janë nda garë, ka pas opozitarizëm, ka pas gjitha, kam arrit me bo bashkë në zgjedhjet nacionale dhe me pas një rezultat të jashtëzakonshëm. Unë kam mirë kuptim për kontekstin lokal, është degë e rëndësishme, por niveli nacional është për te asaj. Për sa i përket balotazheve, unë ende nuk kam diskutuar me degët tona, me kandidatët tonë. Mendoj që do të analizojmë shumë mirë situatën, jo vetëm Prishtinë, gjithkund tjetër. Padyshim tash, ne mund të themi çka dojmë, por kemi nevojë ne për me na mbështet tjerë në komunat ku garojmë, edhe tjerë kanë me pas nevojë për mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës, por gjitha ndamas, me respektin absolut për çdo komunë, pavarësisht sa e madhe sa e vogël, kryeshteti është temë në vetvete, e cila do të merr edhe trajtimin, besoj, meritor, në kohën e duhur, i takon Nuran Ismailit, si kryetar i degës, si kandidat, si njeriu që ka arrit me rrit Partinë Demokratike të Kosovës. Normalisht, unë besoj shumë që Urani ka qenë larg kandidati më i mirë, edhe më i duhur për Prishtinën. Për pak nuk ka arrit suksesin që të jetë në balotazh, për çka do të isha i bindur që do të fitonte. Jemi në situatë tjetër, cilën para zgjedhjes, ashtu sikur dhe në rastet e komunave tjera, i takon Uranit që ta thot fjalën e tij e pastaj ta marrë vendimin bashkë. E para, a keni negociata me vetëvendosjen për koalicionin ndonjërin komunë? Tjetra është, a jeni pishman që keni thënë që PDK-ja e fiton Drenasin me KD edhe me vetëvendosje? E para punës për sa i përket me vetëvendosjen, kur far komunikimi s'kam. Dhe nëse ka pas në kush konsistencë, kemi pas ne, komunikimin politik. Edhe unë, kur ka qenë nevoja me zhblloku kuvendin, i kam taku gjithë, e kam taku edhe zotin Kurti, pa i s'ka qenë interesuar siç duket. E dyta, për sa i përket Drenasit, edhe është përgjigjen time, qytetarët e Drenasit kanë vendosur, atyne ju ka taku, unë normalisht dhe secili duhet ta respektojnë dhe ta vlerësojnë këtë vendim.
çështja që kemi thonë, unë kam thonë edhe para 4 vjetë që fiton pa ballotazh Ramizi kur ka qenë kandidati jonë. S'kemi mujt me fitu pa ballotazh as atëherë. Kom besu që këtë herë kemi fitu pa ballotazh Petrit Hajdari, ka humb pa ballotazh, do thotë në garë politike ndonjëherë mund t'i themi ato të cilat mund t'i shohim si mundësi bazuar në sondazhe, bazuar në disponime, bazuar në tjera, po në fund ndodhe kjo. Shikoni, vota e PDG-s është ndonë ndysh. Dhe soj përket kishte vetëm vota PDG-s, ne sot s'kishim me pas fitues, kishim me pas balotazh. Po pastaj transferi i votës partive të tjera, e vetëvendosjes në mënyrë të veçantë ka dhënë këtë rezultat. Tash kjo është legjitime. Secili kryetar kish me pas dëshirë me marr votat e gjithëve edhe me kry punën pa balotazh. Gara është fair, demokratike, unë jam i lumtur që ka kalu përkundër pritjeve të dashakëqinëve jashtë PDG-s padyshim, që kam e pas incidente, kam qenë i bindur që qytetarët e Drenasit kurrë një gjatë tillë nuk e lejojnë, hecim tutje. Me lëvizjen e vendosjes në garë në komuna si Mitrovica, Voshtria edhe Kashaniku, ndërkohë me Edhe Prizreni. Edhe ndërkohë vendosja është në garë si Prishtinë edhe Kosovë me LDK-n, ku në dy rastet keni raljuar. Përmendet që mund të ketë raste ku ju duhet mbështetja ju diku, mbështetja e të tjerëve për ju diku tjetër. A mund të ketë një marrëveshje ku bëhen gjitha kalkulimet edhe të Nuk muj me paragjyku sot dhe thash, është çështje që sot në edhën e kryesisë vetëm e kemi prekur shkarazi, mendoj që do ta diskutojmë më vonë, pasi që të marr mendimet e kryetarëve të degëve përkatëse, ku kemi nevojë me na ndihmu, edhe ku tjerët mundën me pas kërkesë me ndihmu ne. Padyshim se e kemi diskutuar, kryesia e partisë diskuton çështje të rëndësishme dhe tashmë zoti Kurti ka pranuar mandatin nga presidentja, i ka edhe 11 ditë për me provu me bot qeverinë. Unë jam i bindur se kam qenë gjithmonë që nuk ka numra dhe kjo pastaj ezaurimi i provës së parë e sjell tendimin për provën e dytë, kushdo që mund të ketë shumicë, po nuk duket që ka kushdo tjetër shumicë. Dhe kjo pastaj më lën me besu që afatet kushtetuese janë të tilla që mund të përfundojnë në zgjedhje diku mes 30 nëntorit edhe 14 dhjetorit, ndoshta me 7 dhjetor. Kjo është matematika e thjeshtë, si më thonë, e procedurës para nesh. Tani, nëse na befason zoti Kurti që nuk kam ndonjë farë besimi që mund ta bëjë një gjë të tillë, e bën qeverinë për disa muaj, mesim me shkon zgjedhje në prill. Po unë besoj që është e kuptë çfarë do qeverie tash, e cila do të kishte një jetë shkurtër dhe do të kishte mundësi që të sillte ndonjë dobi. Mendoj që është e domosdoshme, e rëndësishme dhe e dobishme që të shkohet në zgjedhje sa më parë. E prej këtij momenti ku bëhet zgjedhjet, mekanizmi që na çon zgjedhje është dështimi i krijimit të qeverisë. Në shpërblim të lidh me dy çështje që përmendet, Po. e para me parimin të qeverisë shndrore, apo gjasa që me u mbështet një qeveri me një marrëveshje që vetëm me u votu buxheti edhe me u shpërbohu vendi, edhe me shku në zgjedhje të reja, edhe e dyta për thatë që Lavroci në Drenas ka pas mbështetje edhe nga vetëvendosja nëse nuk e kam dëgjuar gabim. Lavroci thotë që unë jam PDK, nuk ka kush me ndërvizë për PDK-s, apo thoni që është u shku ka vetëvendosja, ka pas bashkëpunim me ta sepse zyrtarisht nuk ka pas përpara bashkëpunimi, madje vetëvendosja ka pas kandidate të vetën për Drenas. E para si ndoshta edhe te pyetja e parë, nuk kam kurfar kontakte as komunikime vetëvendosjen e tash, nuk pres kurfar kërkese, po e them përmes juve kot e dërgon kërkesën se për këtë çështje as që diskutojmë me Albin Kurtin çfarë do lloj qeverie, në çfarë do lloj opsioni. Do të thonë kjo është e qartë, ju dini prej datës 10 shkurt,
Në këtë sallë ka thonë Bedri Hamza si kandidati jonë për kryeministër dhe qëndrimet tona janë konsistente. E dyta, kuptimin elektoral matematikor ju mund ta analizoni edhe vetë. Vetëvendosja ka met në 1000 vota, Ndrena si ka pas 4000 plus bashkë me një iniciativë shtetare që këtë herë ka ngaru bashkë. Ai numri votave nuk ka shku te Petrit Hajdari, po besoj që është te zoti Ladrovci. Unë nuk thash që kanë pas marrëveshje ose jo, por kjo është ajo që ka ndodhur. Nuk besoj që qytetarët e Drenasit as cilat mundën me shku në vetëvendosje, ata na kanë nderu prej që është themelu Partia Demokratike e Kosovës, duke na dhënë besimin edhe votën, edhe në zgjedhjet e kaluara ka qenë komuna e dytë mas Prishtinës, me numrin më të madh votave për Partinë Demokratike të Kosovës dhe unë do të punoj me ata qytetarë edhe në zgjedhjet që po na presin për ta dhënë besimin tek Partia Demokratike e Kosovës, e cila Ndrenas udhëhiqet nga Petrit Hajdari dhe që ka legitimitetin statutar të Partisë Demokratike të Kosovës këtu në qendër. Juve ju falenderit shumë edhe uroj që të keni pak mundësi me pushu para balotazhit dhe para zgjedhjeve tjera që po besoj na presin. Çdo të mirë.